mami, bë durin, po sa durin të bëj, nuk e duroj do të më. As këtë, as fisin e tia. Po, neve, ditë për ditë atje ngelëm. Le të vëllezrit e tia, le të venë vëllezrit e tia. Neve duhet të vemi ditë për ditë atje, nuk e kuptoj unë këtë gjë. Këtu është. Nuk kupton se ç'po them. Nuk kupton, jo. Pse e thua ke të mësuar shqipe të mëma thotë? Nuk kupton. Jo, i thash një herë, 2 herë, 3 herë. Nuk më intereson, po nuk ndryshoj, do çon të iki. Po e durova. Po ashtu do t'ja ndrej kefin. Edhe një herë ta bëj këtë, si dje, iku, edhe nuk më dha llogari e di në çfarë erdhi në 12 të natës. E kupton apo se kupton? Pse ç'jam unë këtu, shërbëtore e tia të më jap llogari. Edhe unë të thash, edhe një herë të kthehet na. Nuk më intereson, nuk më intereson të mbaj një familje të tillë kur tjetri nuk të respekton. Nuk ç'po bën? Asgjë. Ky është asgjë. Ç'po i thua në veshja tia? E thoje për shkollë. Për shkollë po i thoshje? Po. Edhe pse ja thua me avashë? Pse ti flisje në telefon. Edhe po flisja në telefon dhe po ja thoshje me avash? Po. Mami, mbylloj një qik telefonin, do la thosem qik me djalin, edhe pasaj të them unë. Po i përktheje se ç'po thoshja? Jo. Ja një sekond se ta ndreq unë, edhe ty atani. Ja mos ki merak.